Partia Socialiste sapo ka publikuar listat për gjithë Shqipërinë, kjo është lista Tiranës, Vet Rama, Ogerda Manastirliu, Elisa Spiropali, Lindita Nikolli, Taulant Balla, Adea Pirdeni, Albana Koqiu, Igli Hasani, Delina Ibrahimaj, Ilva Gjuzi, Iris Luarasi, Erion Malaj. 3 të fundit janë surprizë, për ndoshta dhe Ibrahimaj, ndërkohë që Rama ka vendosur të lërë në betej Anila Denajn, ministre, Blendi Gonxhen, ministre, Arben Plumbin, deputet, Blerina Gjylametin, deputete në disa legislatura, Erion Braçen po ashtu në listë hapur, ministrin e brendshëm Ervin Hoxha në listë hapur, ish ministrin e Tilda Gjoni në listë të hapur, Fatmir Xhafaj sërish në listë të hapur, ndërkohë Klotilda Bushka, Mimi Kodheli, deputete, po në listë hapur, Olta Gjaçka, ish ministre, listë hapur, Pandeli Majko, dyer kryeministër në listë hapur, Plaren Ndreca në listë hapur, Toni Gogu, Xhemal Qivalia në listë hapur. Kjo është lista e PS-s, si ju duket lista e Partisë Socialiste. PD-ja ka deklaruar që do t'i nxjerrë sot para orës 12 të natës, listën e sigurt dhe listën e hapur, kështu që me njerën pas do t'ju adeptoj me listën e PD-s. Kjo është lista e PS-s, cili është komenti juaj për përzgjedhjen e PS-s në Tiranë?